Onina të bëj një pyetje, ata që të shkruajnë, të shajnë, të ofendojnë i bën blok, na thot Luis. I dashur Luis, i lë për parë. Kuptohet që i bëj blok dhe do të them pse i bëj blok. Se disa njerëz këtu kanë ngatëruar ç'është kritika edhe ç'është ofendimi edhe sharja. Mendojnë se bëjnë kritikë edhe thonë, po juve doni komente vetëm pozitive, nuk doni të kini komente negative. Është tjetër komenti negative dhe tjetër kritika. Kur unë bëj kritikë të një njeri, e bëj që ai njeri të bëhet më i mirë. Do me thënë, këtë gjë nuk e bën kështu, nuk e bën mirë, por duhet ta bësh në këtë mënyrë dhe këto janë arsyet dhe të më thojë, të më kritikojë, do ta pranoj. E do të them dhe faleminderit për kritikën. Po kur janë sharje, ofendime, që flasin keqë, pse ti mbaj? Për çfarë i dua? Edhe nëse më kanë follow, nuk i dua fare. Nuk më interesojnë fare ata njerëz. Kam aq hall dhe aq probleme në jetën time reale, sa në këto rrjete sociale dua vetëm gjëra pozitive. Siç besoj se unë jam një njeri pozitiv që tregoj vetëm gatime. Gjërat me familjen, do me thënë nuk ofendoj njeri me këto që tregoj, nuk ka arsye dhe një person tjetër të vijë të më ofendoj mua ose të më shaj mua. Ata njerëz nuk i dua as për far as përse dhe një gjë të në rrin larg neve, një blok atje çuku, 2 sekonda punë është, edhe jemi neve rehat, janë dhe ata rehat më nashon më përderisa ata s'din të bëjnë blokë, dim neve. Ndaj edhe mos u shqetësoni fare, mos u merrni fare me ata njerëz, nëse dojnë të merreni me këtë punë, njerëzit që ofendojnë, që u shajnë, nuk janë mirë me veten e tyre, pa siguri se një njeri që është okay me veten e tij, nuk do ta ofendoj një njeri tjetër, sado që të mos i pëlqej, le të themi të vërtetën. Ndaj nëse dojnë të merreni me këtë punë, duhet të keni stomak të fortë, edhe të dini se nga vini edhe ku shkoni dhe lerin të tjerët blok.